Në histori ka emra që ndriqojnë si yje të shuar padrejtësisht nga pluhuri i kohës. Njëri prej tyre është Andrea Dy Muzaka, fisniku shqiptar i guximshëm, strategu i madh dhe despoti i Epirit. Ai ishte një prijes që sfidoi fuqitë më të mëdha të kohës dhe shkroi një kapitull epik në historinë e kombit tonë. Në mes të rënojave të perandorive dhe mes ujqërve të Ballkanit, ai qëndroi si një kështjell e pathyeshme, duke mposhtur jo një, por 2 mbretër serb në betejë. Historia e tij është një sagë e mbushur me lavdi, gjak dhe heroizëm të pastër shqiptar. Para se të vazhdojmë, mos harroni që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori të tilla për personalitete të shquara të kombit shqiptar. Në shekullin e 14, trojet shqiptare ishin shesh lufte mes perandorive dhe mbretërive të pangopura për pushtet. Shtëpia e Muzakajve, njën nga familjet më të shquara feudale shqiptare, ishte sunduar mbi një territor të gjerë në jug të Shqipërisë, duke ruajtur pavarësinë përmes aleancave dhe betejave. Andrea i dytë Muzaka, biri i Teodor Muzakës, lindi në një kohë trazirash, në një botë ku vetëm më të fortët mbjetonin. Qysh në rini, Andrea tregoi se ishte më shumë se një fisnik i zakonshëm. Ai nuk ishte thjesht një strateg i mençur, por një luftëtar i regjur që e njihte artin e luftës jo vetëm nga librat, por nga përvoja në fushë betejë. Në një epokë kur mbretërit dhe despotët ndryshonin sistinat, Andrea i dytë Muzaka jo vetëm që mbjetoi, por u ngrit më lart se të gjithë, duke fituar titullin Despoti i Epirit dhe duke udhëhequr një mbretëri shqiptare që sfidoi fqinjët më të fuqishëm. Gjyshi i tij, Andrea i parë Muzaka, vendosi de facto sundimin territorial të pavarur rreth vitit 1280 në rajonin e Myzeqes në perëndim të Beratit, i cili më vonë mori emrin e familjes. Andrea i parë u pasua nga Teodori. Djali i Teodorit, Andrea i dytë, do të bëhej sundimtari më i shquar i familjes fisnike Muzaka në epokën mesjetare. Ashtu si baba i tij, Andrea i dytë u shërbeu mbretërisë së Anxuinëve si marshall titullar i Shqipërisë. Ai mbante tituj të tjerë të ndryshëm, si despot i mbretërisë shqiptare dhe despot i Epirit. Gjatë viteve 1341-1347, perandoria bizantine ishte e përfshirë në një luftë civile. Dhe serbët e shfrytzuan këtë situatë duke pushtuar pjesën më të madhe të zotërimeve bizantine brenda Ballkanit jugor. Andrea i dytë udhëhoqi rezistencën kundër serbëve dhe krijoi aleanca të ndryshme me familje të tjera fisnike shqiptare, si dhe mbajti lidhje me aleatët e tij tradicional anxuinët. Serbët të udhëhequr nga dinastia e Nemanjiqeve dhe më vonë nga mbretërit e despotatit të Rashës ishin për qëllim zgjerimin e tyre drejt jugut. Pas vdekjes së Car Dushanit, perandoria serbe nisi të coptohej, por pasardhësit e tij, në veçanti Vukashin dhe Marko Mrnjavçeviçi, kërkonin të ruanin dominimin e tyre në Ballkan. Në këtë kontekst, Andrea i dytë Muzaka u gjend përballë një kërcënimi të madh. Serbët kërkonin të zgjeronin kufijtë e tyre dhe të nënshtronin Epirin. Por Andrea nuk ishte njeri që dorëzohej. Ai e dinte se përballë tij qëndronin 2 mbretër serb, secili me ushtri të mëdha dhe të pajisura mirë. Por ai kishte diçka që ata nuk e kishin: njohurinë e terrenit, zemrën e pathyeshme shqiptare dhe strategjinë e një gjeniu ushtarak. Andrea i dytë Muzaka zhvilloi luftë kundër forcave serbe qysh në vitin 1340.
Në aleancë me familjen Gropa, tjetër familje fisnike shqiptare, ai do të kishte disa fushata të suksesshme kundër Car Dushanit, por shumë shpejt domenet e tij u pushtuan nga mbreti serb, së bashku me principatat e tjera shqiptare. Në vitin 1345, të gjitha trojet shqiptare ishin në sundimin serb me përjashtim të Durrësit, i cili ishte nën kontrollin e Anxhuinëve. Në vitin 1350, Andrea II rimori Beratin nga serbët. Pas vdekjes së Stefan Dushanit në vitin 1355 dhe rënjes së perandorisë serbe jetë shkurtër, Andrea II rifitoi kontrollin mbi pjesë të Shqipërisë së sotme juglindore dhe e zgjeroi ndjeshëm principatën. Në vitin 1369, Vukašin Mrnjavčevići, mbreti serb që kishte marrë kontrollin mbi territore të mëdha, nisi një fushat për të shtonë në dorë Epirin dhe Shqipërinë e Jugut. Me një ushtri të madhe, ai marshoi drejt zotërimeve të muzakajve, duke menduar se do të përballej me një kundërshtar të lehtë. Por Andrea II Muzaka kishte një plan. Ai nuk do të lejonte që serbët të shkatëronin vendin e tij. Me një ushtri të fortë shqiptare, ai ngriti kurthe, përdori terrenin malor në malin e Pelisterit dhe sulmoi armikun në befasi. Në një betejë të ashpër, shqiptarët masakruan ushtrinë serbe dhe detyruan ushtrinë të tërhiqej me humbje të rënda. Ishte një fitore që tronditi gjithë Ballkanin. Beteja në Pelister përfundoi me fitoren e Andreas II dhe sipas kronikanit Gjon Muzaka, vetë mbreti Vukašin u kap rob. Si rezultati kësaj beteje, perandori bizantin Gjoni V Paleologu i dhuroi Andreas II emblemen perandorake dhe i dha titullin despot i Epirit. Në këtë rast, Andrea II Muzaka miratoi sistemën e tij të re, shqiponjen dykrenare nën një yll, si zëvendësim për stemën tradicionale të Muzakës, e cila ishte një burim uji që shpërthente nga toka dhe ndahej në dysh. Por kërcënimi nuk ishte mbaruar. Djali i Vukašinit, Marko Mrnjavčevići, një nga luftëtarët më të famshëm serb, nuk mund ta duronte turpin e humbjes së të atit. Ai mblodhi një ushtri të re dhe u nis drejt Epirit, i bindur se do të merrte hak. Andrea II Muzaka nuk humbi kohë. Ai e kuptoi se betejë me Markon do të ishte edhe më e vështirë, pasi ai ishte një luftëtar i njohur për forcën dhe guximin e tij. Por Muzaka nuk ishte më pak trim. Në një betejë madhështore, shqiptarët dhe serbët u përplasën me egërsi në fushën e luftës. Në vitin 1371, Andrea II ra në një marrëveshje tjetër me Andrea Gropën, dhëndrin e tij, dhe bëri luftë kundër princit tani de facto mbretit Marko të Serbisë. Lufta zgjati me orë të tëra. Kalorësit shqiptar të stërvitur në betejat ball për ball përmbysën rreshtat serb. Andrea me shpatën në dorë luftoi si një luan. Në fund, ushtria e Marko Mrnjavčevićit u shpartallua dhe ai u detyrua të tërhiqej duke pranuar humbjen. Ishte një tjetër fitore madhështore për kombin shqiptar. Ushtria shqiptare pushtoi Kastorin, që i kaloi Muzakës, dhe Ohrin, që i kaloi Gropës. Duke humbur fuqinë e madhe njerëzore në betejën e Maricës, Marko nuk ishte në gjendje të rezistonte zgjerimeve të këtyre shteteve fqinje. Humbja e territorit që pësoi Marko gjatë luftrave të mëvonshme e dobësoi ndjeshëm fuqinë e tij dhe e pengoi aftësinë e tij për të ngritur ushtri të reja. Pas këtyre fitoreve, Andrea II Muzaka u bë një nga figurat më të fuqishme të Ballkanit. Ai ruajti pavarësinë e Epirit dhe të zotërimeve shqiptare, duke treguar se kombi ynë nuk ishte një popull i dobët, por një forcë që duhej llogaritur. Por si shumë heronj të historisë sonë, emri i tij u lan harres nga shekujt dhe nga historiografia që shpesh e anashkaloi rolin e tij madhështor. Në masën më të madhe pak para vdekjes së Andreas II,
Zgjerimi I tij principatës mbuloi rajonet e Myzeqes, Beratit, Tomorricës, Skraparit, Këlqyrës, Përmetit, Oparit, Devollit, Kolonjës dhe Kastorisë. Andrea II Muzaka do të vdiste në vitin 1372 në moshën 54 vjeçare dhe tokat e tij u ndan nga 3 djemtë e tij, Teodori II, Gjini I parë dhe Stoja. Sot ne duhet ta kujtojmë Andrean e dytë jo vetëm si një despot të mbretërisë shqiptare e despot të Epirit, por si një simbol të guximit shqiptar, një strateg të madh dhe një mbrojtës të pavarësisë së tokave tona. Ai ishte një njeri që shkroi emrin e tij me gjak dhe hekur në faqet e historisë, duke treguar se shqiptarët nuk ishin kurrë sklevar të fatit, por krijues të tij. Nëse historia e tij do të tregohej më shpesh, ndoshta sot do ta njihnim ndryshe të kaluarën tonë. Por një gjë është e sigurt, Andrea II Muzaka mbetet një nga ata pak burra që sfiduan mbretërit dhe dolën fitimtar. Kjo është historia e një shqiptari që guxoi të luftonte kundër fuqive më të mëdha të kohës dhe që mbrojti me dinjitet trojet tona. Historia e Andreas së dytë Muzakës nuk është thjesht një rrëfim I të shkuarës, por një mësim për të ardhmen, se liria nuk jepet, por fitohet me gjak dhe vendosmëri. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe dëshironi të dëgjoni më shumë për figurat madhështore të kombit ton, mos harroni të abonoheni në kanalin Histori Epike. Bashk do të nxjerrim në dritë të vërtetën e lavdishme të shqiptarëve.